بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falëndërimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun Gjelle Gjelalu, ata e falëndërojmë, për ti fale dhe udhëzime kërkojmë. Salavat dhe salamet për shëndetit më të mira, mbi të dërguarin më të mirë, Zotnin e këtë njerëzimit, Muhammed Mustafa, alayhi salatu wassalam, shokëve të tij besnik, familjes së tij të ndershme dhe të pastër, dhe çdo muslimani i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamat, të nderuar vëllezër, fillimisht e falënderojmë Zotin e Madh Gjelle Gjelalu që na dha ymër edhe jetë për të vazhduar edhe për jetuar disa ditë prej ditëve më të mira të Allahut subhanahu wa taala, dhe ato janë ditët e Ramazanit. Duke lutur Zotin e Madh që pjesa e kaluar e Ramazanit ta ketë bëu Allahu qabul pi neve, e pjesa që na ka mbetë, që është edhe pjesa më e mirë e Ramazanit, ku në tash edhe nata e Kadrit, Allahu na mundsoft që të mbulojmë këto ditë me punë të mira ya rabbal alamin. Falenderojmë Zotin e Madh për çdo begati, ashtu edhe falenderojmë këshillin e kësaj xhamie në krye me hoxhën e nderuar edhe krejt juve që jemi bërë sebeb për t'i kaluar disa minuta të përbashkëta për shfletuar diçka nga libri i Zotit, nga suneti dhe fjalët e pejgamberit ton alayhi salatu wassalam. Të nderuar xhamat, të agjërosh edhe ta shfrytëzosh Ramazanin, edhe ti shtrydhësh krejt të mira të Ramazanit, është begati e Zotit në vetveti. Klasa e parë e kryerjes së detyrës në Ramazan, cila është lërja e bukës, e ujit edhe marrëdhënieve intime. Apo, andaj shumë prej muslimanëve, fatkeqësisht, e që nuk duhet të jetë ashtu, dojnë me mbet vetëm klasën e parë. Ama muslimani nuk duhet me mbet vetëm klasën e parë, duhet me kalu edhe më andej. Thot Ebu Hamid al-Ghazali rahimahullahu taala, farzi i klasës së parë është vetëm të agjërosh në mënyrë klasike. Pra, je qunë në sifir edhe e kemri iftarin. A është kjo i tërë agjërimi? Kjo është agjërimi, por nuk është i tëri. Kjo është agjërimi, por nuk është i tëri. Për këtë arsye, duhet muslimanët që të punojnë me vetët e veta, me shpirtat e vetë, me trupat e vetë, me familjet e veta, që nga klasa e parë të zhvillohen pak më tepër. Na ketë kena merak që fëmijët e tonë edhe vetë për veti, me pas vazhduar në studim, me shku edhe më ngrit, jo vetëm me krye klasën e parë, po me krye edhe shkollën fillore, po me krye edhe shkollën e mesme, po me krye edhe shkollat më të larta, por çfarë arsye? Nga se sa më shumë që njeriu mëson, aq më shumë edhe zhvillohet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadith se ditën e Kiametit Allahu xhelle xhelalu i thot lexuesit të Kur'anit, iqra wartaqi. I thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, thot Allahu xhelle xhelalu lexuesit të Kur'anit ditën e Kiametit kur ta futen në xhenet, Allah na bëj xhenetin nasib ya rabbal alamin, që i thot lexo edhe ngritu, që i bie se çfarë? Sa më shumë që ka pas për leximit, çast të ajetet ngritet në pozitat e Allahu subhanahu wa taala. Andaj mos mbesim veç klasa e parë. E si mbesim veç klasa e parë në xhenim kur ne e bëjmë Ramazanin veç një rutinë. Çish veç një rutinë? Po na po agjërojmë hoxha. Na po qomin si ferë dhe përmërim iftar. Po ma kjo mi vetë plot qëtin me fmi, plot kanë agjëruar. Sa pi fmive tonë 6 vjet, 7 vjet, 8 vjet, kejt agjërojnë. Atëherë ku vlera nëse ne agjërojnë barabar me ta? A mund që paramenu për shembull me ta dikush me të testu tije si familje. Edhe tije krye familjari aty, edhe bashkëshortja, edhe fëmijët edhe nipat. Edhe me pa thonë për shembull, çka dalloni ju në këtë veprimtari të Ramazanit që kena të bë, na nzakonisht kemi thonë në natuninue. Apo, edhe ata për shembull kam thënë, bëma tash edhe çket fëmijën ti, voglu shka ban, të valla do unë kum linu si këto. E çfarë shkina me bin na atë testusin se na jena pak më nalt se këto fëmijët? A ke prish ti ose kom prish? A ke hangër buk ose kom hangër buk? Për këtë arsye të ndërrum xhamat thotë Ebu Hamid al-Ghazali, klasa e para xherimit është vetëm me abstenu prej ushqimeve dhe pijeve. E këtu nuk duhet me mbet besimtari. Por çka duhet me mbet? Duhet me kalu te klasë më të larta. E si kalon deri te klasat më të larta? Kur filloj me agjëru edhe me gjëra tjera. Kur filloj me agjëru edhe me gjëra tjera. Andaj, pika e parë që duhet ta kemi, mos të barazohemi me vlatët e tonë. Se dhe këta janë të ninue. Amanat të mlojt. A mund që paramenu kështu që ta portretizojna. Fëmija mundet mi qu diçka se në të më të vogla. Apo? E qonë se në të më të vogla. E njeri sa pak më i madh,
I thot, unë çoj edhe pak më shumë. Sa më i fort në trup, thot çoj edhe pak më tepër, apo? E tani, si ka mundësi na me na xhirim, çfarë sa çon fëmia? Jo. Andaj të ndëruar xhamat, pika e parë që duhet ta kemi parasysh është mos me mbet fillestar në xhirim, por me u ngrit në xhirim sa më lart. E çish ngritet njëri sa më lart në xhirim kur fillon me agjëru edhe me pjesët e tjera, e do shohim si agjëron me pjesët e tjera. Andaj, shfrytzoje Ramazanin dhe dalloju prej fëmijëve. Mos e le veç me ta xhërume, mos e le veç me çumën si firë të hang me iftar, po shtoj këtij agjërimit edhe gjëra të tjera. Bëj vetes edhe më nal. Mos u kënaq me pozitën se ti s'ke hangër ta ditën, se këtu mundet me thon fëmia po edhe unë valla si ti. Apo ku bën dallimet? Dallimet bëhen të ndëruar xhamat duke i shtuar agjërimit vepra të tjera. Klasa e dytë që ka përmendur Muhammed al-Ghazali rahimahullah është saumul khusus. Agjërimi njerëzve që janë klas. Këto janë pak më snaf, këto janë pak më të ngritur, pak më të shkolluar prej muslimanëve. Tu nuk e kemi për qëllim shkollimin klasik, po e kemi për qëllim shkollimin e shpirtit. E si bëhet shkollimi i shpirtit të ndëruar xhamat? Ka thënë saumul khusus. Çka është kjo? Ka thënë me agjërue bashkë me këtë gjymtyrë të tjera. Po klasa e mesme, klasa e lartë, këta të cilët nuk janë sikret, kanë vetë vetëm në shkollë fillore, po kanë shkuar edhe më lart, si kanë agjëruar të ndëruar xhamat, thotë kanë agjëruar me këtë çënjen e tyre. Pas do shumë në klasën më të lartë, çish agjërojnë ata, çish agjërojnë pejgamberët e Zotit, siç agjërojnë evliat e Allahut subhanahu wa taala. E shkolla e mesme çish janë agjëru, shkolla e mesme çish janë agjëru. I thonë agjërimi i klasës, agjërimi i elitës, agjërimi i njerëzve të zgjedhur. Këta agjërojnë edhe me vesh, këta agjërojnë edhe me gojë, këta agjërojnë edhe me sy, këta agjërojnë edhe me dorë, këta agjërojnë edhe me kam, këta agjërojnë edhe me krije. Këto janë agjërime. Si bën këto të ndëruar xhamat? Bi kaffiha anil maharim. Duke i penguar gjymtyrët nga haramat. Duke i penguar gjymtyrët nga haramat. Por shembull se njëri kishte thonë, çka dallon ti me vladin tan, ti ki 50 vjet, ai ka 12 vjet ata të agjërua. Çka kishë mujt mi thonë se endën e parë, kemi thonë po, edhe kia agjëron, sa buk, as pi ujë. Ama ki nuk ka i martum, ki nuk ka epsh. Andaj unë e kam lanë edhe epshin, e kam lanë edhe marrëdhënien intime halal, por që një dallim, apo andaj kanë thënë dietarët, shkalla e dytë e agjërimit, cila është agjërimi me tërë gjymtyrën tonë. Me tërë gjymtyrën tonë. Si agjërojmë me tërë gjymtyrën tonë të ndëruar, me mësu veshin me agjërue. Allahu subhanahu wa taala asnjë sen nuk i duhet na me lambukën edhe ujin. Dhe kështu ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, Zotit nuk i duhet kur gjallë ti me agjërue, nëse ti nuk reflekton dhe nuk e përmirëson trupin tan, e para pitën e gjuhën, nëse se lë rrenën për shembull. Apo, çiketa, shire ujë halal. Ujë halal. Tan ditën e kena pas haram me pi. Tash e kena halal. Mas iftarit. Tan ditën apo. Si ka mundësi të ndërum xhamat një musliman me pas çket ujë tan ditën haram? Apo mos me mujt për shembull me enal haramin e gojës. Zoti thot po ujin me halal ta kanë bënë. Ti mos iftarit halal e kije. Pse s'po ki mundsi me elan pas mbrana kohës të halalit me elan haramin. Andaj të ndërum xhamat shiko. Ajetet e Ramazanit në surën Al-Baqara janë vetëm ajetet që flasin për agjërimin. Marrë shfletoje këtë Kur'anin prej surës Al-Fatiha deri te kul a'udhu bi rabbin nas, do ta gjesh se agjërimi ka ardhur vetë surën Baqara. Asnjë surë tjetër nuk e përmend agjërimin. Duke filluar Allahu subhanahu wa taala nga ajeti ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. O ju besimtarë, u shkruar juve agjërimi. Ajeti i parë. Ayyaman ma'dudat, ajeti i dytë. Shahru Ramadan, ajeti i tretë. Wa idha sa'alaka ibadi, ajeti i katërt. Uhilla lakum laylatus siyami, ajeti i pestë. Edhe mshërat agjërimit. Me 5 ajete Allahu ju ka bë këtë Ramazanin. Këtë Ramazanin 2 miliard musliman agjërojnë me çdo 5 ajete. Apo ajeti 6 me një herë çka vjen me një herë mas Ramazanit, cili jo, tani vim te efekti. Një mujdit të ndërun xhamat njëri me nej të agjërushëm. Bani e so këto me sahat, qitja kalkulatorin, ka 12 sahat 30 dit. Kër e ke mor lejen e keri, sa sahat i ke bo? Sa i sahat? 36, 38, nëse të ka thonë pak 36 orë ti e merë lejen e keri, apo? Mi ashtu dhja 36 tjera, fillon e merë dhe për kamion, edhe fillon e merë dhe për autobus. Me ip, apo shkojnë pilot, se orë të tëra janë ato. Një mujdit ka 12 sahat, ditën, natën ka 20 reqat taravi. Këto janë orë, ushtrime. Këto janë orë, ushtrime, ti ke bo ibadet.
Edhe në fund rezultati, Allahu subhanahu wa taala si thot në ajetin e 6, sura Al-Baqara, te vargu I agjërimit, thot wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al-hukami litakulu fariqan min amwali an-nas bil ithm wa antum ta'lamun. Thot Allahu subhanahu wa taala, ju agjërut në muj dit po, e stash ki takat ta 11 muajshin deri Ramazanin tjetër, ti mos me prek asnjë haram. Andaj thot Allahu xhel xelalu, e tash ju që keni agjëruar me këtë orë të tëra, ti me 36 sahat e ke marr lejen e kerrit, apo ta japin diplomën, thot vozit tash sa dush, veç moje rregullat. E si ka mundësi të ndërum xhamat 30 ditë ka 12 sahat. 30 ditë ka 12 sahat, verës ka 5-16 sahat. Edhe në fund kur ta krym këtë ushtrim, edhe njëri më thon, valla unë gibetin së në la. Po 30 ditë kena stërvit, 30 ditë kena ushtru, 30 ditë kena kalit, leje. Çka thot Allahu xhel xelalu, mas Ramazanit, veç parët haram mos I hani, është halalin haje. Çka të ndërum xhamat me agjëru me tërçenjen tane, që kur ta shifsh një haram me ul krije, që kur ta nish një sen çka haram me nal thon s'du me dëgjue. Apo për këtë arsye të ndërum xhamat, të mësohemi që agjërimi jon ne të ka përceje nga klasa e parë e fillorës, le të kalojë pak shkollën e mesme, le të kalojë pak në fakultet. E cila është fakultet që ne edhe gjymtyrëve tona ti thoni agjëroni edhe ju. Agjërim çka I vjen në gjuhën arabe I thon hejra. Hejr o me braktis, se na braktisim ujin, pijen, ushimin dhe marrëdhëniet intime. Ama ai kemi braktis të këqijat, nëse nuk I braktisim të këqijat të ndërum xhamat, nuk ja kemi qelluar agjërimit. Të ndërum xhamat, kur na e thona çka njëri ai shkollum. Çka njëri pa shkollë, çka njëri me shkollë. Na më një herë normal që e testojnë ata. E këshirmi ku I ka rënë apo? Ai duhet me kon më edukum, duhet me kon më I moralshëm, duhet me ditë më shumë. Para më no për shembull, njëri për shembull me kri shkollë shumë, a për shembull nuk I duket ajo. Çka I thonë po kis pa dështu veç pas ka shku kot. Sa Ramazana neve ne kanë kalu shkolla janë të ndërum xhamat. Shkollat Zotit në tokë. I pari ajet që ka zbrit në këtë Kur'an para se me ta prua agjërimin ka thonë Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lexo hin që këtë shkollë të Islamit, të imanit, hin shkollën e Kur'anit, ama në fund, fasjud waqtarib, ban sejdë dhe afroju Zotit madh xhel xhelalu. Çka të ndërum xhamat nëse na në fund nuk e fitojnë xhenetin. Allah I mos ta bëf kur ya rabbal alamin. A mund e paramenu për shembull, sa njeri studion e mëson, në fund provim, bje. Ti thu pa, a s'kim mësu që? Po rash. A ka mundësi në ahiret me rapi provimit, po të ndërum xhamat. Nëse na nuk I kena marrë mësimet e kësaj shkolle, nëse na nga kjo medrese nuk kena dalë me ushtrimet më të mira të mundshme, na kena udhë të gjatë të ndërum xhamat. Na kena udhë të gjatë. Udhtimi jon vazhdon deri në ditën e Kiametit. La tarkabun tabaqan an tabaqin. Thot Allahu subhanahu wa taala, ne ja kemi bë insanit me kalu etapë pas etape, vi pas vije, e curia vazhdon. Insanin e ka kriju në kebed. Çka në kebed? Vështirësi. Andaj shfrytzoje këtë Ramazan. Kjo është tërvitje, kjo është ushtrim. Për çfarë ushtron të ndërum xhamat? Kemë marr rrugë. A keni pa kur të hip në aeroplan? Nuk hip më njëherë, nuk nisaj më njëherë. Pse nuk nisë njëherë? E gjithë procedura I ka. I ka procedura. Aje njëre e këshiri kontrolon krejt me naft, me gaz dhe krejt. Këtë I këshiri, apo, a janë regulli, këtë komplet. Se udhtime I rrezikshëm. Janë 11.000 kilometra në altë hipna. Kada ka dalë e banë, pse? Që kur të nisë mi motë sigurt. Të ndërum xhamat. A jena përgadit na, a I ki këshirë krejt, a I kishlu, a ki pa pilotin, një diçka mas me punua, ja pa tje urë dhe thot nuk nisna. Nuk nisna, ndresh më njësë që ta. Pse? Po në njerëz I kam. O nuk mu nis. E me ma probleme. I marim këtë sebepët, edhe në fundër të Allahu xhel xhelalu, ama na I marim këtë sebepët. E tani, nëse për me shku pin shkup në Istanbul, për me shku pin shkup në Arabi, për me shku pin shkup në Zvicër, ai piloti nuk nisët pa I thanë krejt ato, këtë në regull janë. Krejt në regull, një bire vogël ati me mekane e qelë, nuk nisët. Ndoraja të aeroplanin ose rregulloje. Pse? Sepse thot jemi tu majt rrezikshmëri. Për çka kanë krijuar për shembull sistem teknike? Ti kerrën e ekipot çdo vit e regjistron. Pse me regjistruar me të kontrollat, a punojnë frenat ajo? Pa, kujt u dalti me këtë kartë? Ka mundësi e marr në çavë di kanë. E tani na kemi shembuj të ndryshëm të ndërum xhamat. Po e mora aeroplanin si mjet I cili kontrollohet më shumëti.
Për çfarë arsye? Se në hava atje jemi a ke pa? A gjeni sa na i sigurt? Ja del me selamet, ja shkon me selamet. Ja pështol, ja apo. E të ndërum xhamat, a i kemi nxjerr këtë pullat që duhet me timanit, të islamit. A jemi pas trupi hakeve, a nështë ta dikujt mësja kemi shkel kamën, a e kemi ba namazin si duhet, agjerimin si duhet, zeqatin si duhet, haqin si duhet. Pse? Se udhëtimi o i gatë. Udhëtimi o i gatë, nuk kthehemi më masit vdesmi. Masit vdesmi nuk kthehemi. Në fjale e parë që ka e thot t'i vdek t'i kale, rabbi rgjiun, o zot kthem edhe një herë. Apo, kur t'hipsh ti në aeroplan, a mundesh mi thonë pilotit, kthe edhe një herë se kam do punën atje. Ja, thot, ku t'kthejmë ta i veni tjetër. Ta i veni tjetër. Ti si dush, merr aeroplan prap. A mundesh me thonë, jo unë du me zrip. Ç'mundesh me zrip ti kur dush? Po para mendo ti udhëtimin e ahiretit. A mundesh me thonë melekul mautit, lem edhe pak se tash unë e di më çka baj. Jo, i pate vjetët, i pate. Pse si shfrytëzove? Andaj të ndërum xhamat, ta kalojmë pak klasën e parë, e le ti zhvillojmë pak më shumë aftësitë tona në këtë agjërim. Ja tash e kemi mundësinë me ushtruar me kalit vetveten, ja kur. Andaj agjërimi, thot Ebu Hamid el-Ghazali rahimahullahu taala, agjërimi i njerëzve të veçantë, cili të ndërum xhamat, ata të cilët agjërojnë me gjymtyrët e tyre. Për shembull, kamës tani i thu mos prak haram. Mos prek haram. Buksi të hangër haram po prek. Dorës tani i thu nalu mo, mos prek haram. Veshit tani i thu mos nga muzikë mo, se Zotin e i dhënon. Zotin e i dhënon. Na fëmia kur po na lip një qef, pe sill na dunjën të na blejna. Për fëmijën tanë, ki pa njerëzit kur i vetna, pse ve pi jap çka shumë zor, 60-70 vjet i ka ba Allah punon. Pse? Thot po i kam me i ruj familje. A në rregull apo? Por çefët e atin me ti të punue. Po para mëno për dëshirën e Zotit. Allah i më thon çështu. Leje që ta qëtu. Mëse pi, qka thu? Ani, masi do Zoti jo. Andaj, shkalla e dytë agjërimit, cila ta agjërosh me gjymtyrët e tua. Nëse sa agjëron me gjymtyrët e tua, ka thonë pejgamberi alayhis salam, felejse lillahi haje. O Zotit kur gjame nuk i duhet. Me ju pasdash Zotit, kishtë thonë mos pi më kur uj hiq, se po ma hargjoni ujin. Jo. Kur kush nuk do të po ma hargjoni ujin. Apo, ata niftar ka thonë pi. Dhe Allahu xhelala për të mirën tonë ka thonë kulu washrabu wala tusrifu. Hani dhe pini dhe mos e teproni. Se mos e teproni, se ti të barkit dhem, nuk i dhem kërkuj në tjetër. Andaj, kjo shkalla e dytë e agjërimit. Cila shkalla e tretë ndërum xhamat? Shkalla e tretë e çdo agjërusit është shkalla ku thot Ebu Hamid el-Ghazali, fela yufakkiru fi ma siwa Allah. Se nuk i shkon me një agjërusit kërkun për veç Allahut. Hiç kur xhama nuk do. Që ta ka për qëllim me tamri agjërimit ndërum xhamat. Ta kanë dal bukën, ta kanë dal ujin, ti kanë dal marrëdhëniet intime. Me çka mahet njëri të ndërum xhamat? Me çka mahet njëri? Uji, edhe buka, edhe marrëdhëniet intime, kur janë kombinuar kjo arti. Baba jot ta dosh me pi ujë, e me hang buk, e me pas vujut, e me pas takat. O çiftzue dhe ke dal ti. Dhe njerëzimi që çdo Zot e ka fal. Apo Allahu gjithë thot keq ato eksencat ekzistencës tane bazike nali. Pse nali? Për me të kallëzu se ai i cili i ma ekzistencat dorë në veç të Allah, veç të une meno, veç mu dujëm, veç mu në shtromu, veç të une mbaje zemrën. Që kjo është shëllimi i agjërimit të në. Kjo thot khususul khusus. Këto janë pejgamberët siddiqin të mlijat e Allahut. Këto çish agjërojnë? Çish agjërojnë? Këta agjërojnë si shkon menja kërkun për veç Allahut. Ka arë një njëri të një djetar i madh për muslimanëve të parë, edhe i ka thonë o hoq, po du me të abon një pyetje. Atar për para të ndërun xhamat janë falë shumë, na veç në Ramazan që i falmi. Edhe në Ramazan bile hoxha 5 gate, i kemi këto muhabet inshallah Allah na drejton ya rabbul alamin. E tani ata janë falë gjatë, ata jashtë Ramazanit janë falë. Ata janë falë jashtë Ramazanit. Uthman ibn Affan radhiyallahu an me natë e ka bë hat me Kur'anin. Në xhamia që ka bojnë hat me llogaritni, gjë me hat me, dhe me ka gjetë shumë. Ai vetë për natë ka bë, radhiyallahu anhu warda. Dhe sahabët janë falë shumë dhe tabiin janë falë shumë. Ka shkunjoni pi xhamatlive ka vetë një hoç. Ka thënë hoç, ti kur falësh, a ki vezvese? A ki vezvese? Ka thënë, mbarë çfarë? Ka thënë, nëse bue shumë vezvese, po më si të lidh në namaz, a ki po, si të lidhësh namaz, këtë punë interesant duken ato që i menon. Kas shkon, ai ban llogarit të dyqanit, ai ban, a thu, a ben falë, më duket frigorifer speca, më të zani këtë azozi inshallah i ble. Min një herë i ban këtë llogaria, shejtani ai hazër rriati, apo. Çka tha kjo hoxha? Tha, eudhu billah. Tha pasha Zotin e madh xhelle xhelalu. Tha ma mirë në të mpresin me shpatë, se sa unë në namaz
jo për këto shka po menoni ju, por hirijat e xhenetit nuk menoj. Sepse Allah më ka lip, aj me fol me ta. Aj me fol me ta. Ç'është kjo punë të ndërum xhamat? Para më në tir dikush mysafir, edhe do me të ndërua. Edhe ti shkonaj të ka përgatit ketë, me neje, me haje, me pije, edhe do me nejt me ty jaj. Apo, edhe ti shkon ati, sa e bezdis ta mi a qelë telefonin dikun qeter, veç pak, i bada, vazhdimisht, o vaj ndinja të nejti, me këtaj të nejti, me të ndërua. Para me not ti për që me shku, taj mos mi poliq. Para me ndo. E tani, këto paramendime dur t'i qojnë drejtet e Allahu subhanahu wa ta'ala. Kur t'lidhmi Allahu akbar, mundoju mos me menu kur gjë përveç Allahu subhanahu wa ta'ala. Mundoju kur i agjerushëm me menu veç për Zotin e madh xhelel xhelalu. Çish t'ka kriju, çish t'ka fal, çish t'ka fal jetën, çish t'jep vazhdimisht mira, çish i makit njerëzimin, çish ka me kon momenti kur t'ke me dalë në çetër botë, mendo veç për Allahu subhanahu wa ta'ala. Ky agjerim thotë Muhammed al-Ghazali është më i vështirë i mundshëm. Sepse njeriu nuk ka mundësi. A ke pa për shembull na para iftarit, sidomos ato dakikat e fundit, na mo fillojnë mu dridh. Pse s'kena menu vazhdimisht për Allahun subhanahu wa taala. S'kena menu vazhdimisht. Ma qadarullah haqqa qadrihi. Qad Allahu jalla dy herë në Kur'an. Njerëzit nuk e dinë sa është i madh Allahu subhanahu wa taala. Njerëzit nuk e dinë sa lartësi ka Zoti i madh xhelel xhelalu. Andaj të ndërum xhamat. Këto janë 3 klasët e agjërimit, shumë prej muslimanëve na komplet bashk. Po mes na vesh te klasa e parë. Çish o klasa e parë? S'po hajm, s'po pim 12 sahat. Manatona si në të dashur për paru hiç. Andaj të mundohemi këto agjërime. Sa pi neve kanë përjetuar Ramazana shumë. Shumica pi neve alhamdulillah musliman 6-7 vjet fillojnë me agjërue. Pi 6-7 vjet. Domethënë nëse i ki 37 30 Ramazana më rani të agjërue. Për 30 Ramazana pilot ishe bo. Pilot ishe bo me pasku që dërkun. Andaj duhet me manifestu. Për shembull, njeri ku shkon hax të ndërum xhamat, ai duhet më u pa ajo. Po çka ne thonë apo ke haxhia pse me ban çeta? Apo me bën njëri për shembull një hajdut llok, i cili nuk ka fetar, çka thonë njerëzit? Po have se asaj xhamisë nuk ka. Apo sa manal që ka epitetin, për shembull nëse falet namaz thotë, po marrë më falet. Nëse edhe haxhi, edhe ti është ato të bëhet Allahu tu. Çish më ke edhe falet edhe haxhi, po marrë. Domthon sa më shumë shkollë, sa më shumë epitet në dhe, sa më e keqe bëhet vepra. E tani të ndërum xhamat. Nëse njëri thotë, sa Ramazan e ki? Mënie 35 Ramazana. Ku janë ato? Po shifën te ti. Dut me fol Ramazanit te na nëpërmjet gjymtyrëve, nëpërmjet moralit, nëpërmjet akhlakit, nëpërmjet nejes si shëriti, nëpërmjet asaj se si komunikon me musliman. Kjo është të duhet ta kemi parasysh të ndërum xhamat. Tjetra që duhet kemi parasysh në Ramazan të ndërum xhamat që shumë me rëndësi. Në Ramazan të ndërum xhamat, Allahu xhelal do më na e kalit edhe një cilësi të fuqishme te na. Cila është ajo? Për shembull të ndërum xhamat, ta kuptoni. Kur na ka bë Allahu xhelal neve obligim agjërimin. A na ka thonë shef një bukën? Shef nëse si ta shef një bukën, s'muni me durue. A na ka thonë shef një ujin? Jo. Ti e shef ujin të shtëpia, çfarë ti e ki? A më thu se prej këone. Apo, e shef ujin, ti e shef mijën të pije, ama ti i agjërushëm. Çka i bie që kjo të ndërum xhamat? A keni pa plot prej këtyre orientalistave, agnostikave, e këto të cilët po thonë se nuk duhet me kanë njeri musliman, e feja shqiptarët në shqiptaria, e keni i didroni në për rrjete sociale, apo? E njëna prej sejnë që ka thonë, pa masi kjo ka na haram, pse ka kriju Zoti? A i dëni këtë muhabet? A i me paskon haram Allah se kish kriju thivin, me paskon rakia haram, s'ta kish punu Allah i rakia neve. E Ramazani ja demand për ta, kundër përgjigjet të ndërum xhamat. Po jo edhe Allah e ka kriju ujin për Ramazan harama. Ramazan harama. Që i bie çfarë të ndërum xhamat? Mos thoj ki po, o xho ku mu rujt be, kshiri këto. Po dalim këto, në smuj pa i ba. Jo be po ti na xherushim çka po ban? Agjërushim e ki frigoriferin plot. Ama Allah ka thënë kutibe aleikum siyam, u kri si ka frigoriferi si s'ka. Pa ardh vakti jo. Andaj të ndërum xhamat nuk është argument. Prania e harameve në shoqërinë ton, njëri pineve me thon vallave masi po dalin cullaku në këshiri. Jo. Masi e shlojnë muzikën unë e ngoj. Jo. Se miraç ashtu i be, masi ma keni qit ujin për para. Fëmija murët mos me dit. Ti agjërushëm Ramazan, edhe ajo ta be. Pije babi. Pije non. Çka i thuti? Jo, bi, unë s'pi. Se unë jam një nushëm. Apo, ti e di që pijet kjo. Qesh me ka ujë sa dush. Apo, ama ti se pi. Pse se pi? Allah e ka ndaluar. Një sikur që ti e she ujin për para, ama nuk e prek. Edhe për haram tu po, ato bojnë haram, ama zban. Pse zban? Këtë janë të bo.
6 miliard njerëzi nuk agjerojnë qëtash një muj. 6 miliard njerëzi veç për neve a Ramazan. Për ata nuk ka Ramazan. Për ata shkurt mars, qaq. Për Ramazan a veç për musliman. E mirë, çka duhet na të përfitojmë për kësaj të ndërum xhamat? Që mos ta bëjmë pranin e haramit argument për me bë haramin, se na pranin e halalit se kena argument për me hangër. Andaj Zoti neve për na kalit, për na gëdhën. Çka thot? Ti pse e ki ujin frigorifes, do me thonë me pije. Kur thamun e mos e pi. Apo a keni pa doktori thot, po, e di që të pije tije. A keni pa plotve, çka kanë si cili me ato smujet e veta, me ato kufizimet e veta. I thuti pije që ta ose haje që ta, thot jo doktori ma ka ndalu. E tortën e ka përpara, pëse ne ha. Apo, andaj, nëse ka të nanë shoshni shumë harame, a do me thonë që njëri, valla, mas janë harame, na du të mi bo. Jo. Pse? Sepse Zoti i Madh na ka dhënë mene. Na ka dhënë mene. Çka ka na ka dhënë? Anin e tjetër. A keni pa për shembull, gruaja e marron iftarin para si vetu. Atë ka ndodhur ti mi thon, ej mos më marro para sive se valla do ta haune. Jo, si i agjerujem. Çka thot ti? Po dalli, po agjerujem je. Po ti agjerujem janë fëmia mashtrova me ti. E thash e njëjta, njëri nëse e marron një haram për para neve, apo më thon, valla nëse ne rezistoj, ma kanë pru që tu bigjozin në mora e kam me lut. Jo be, po ti e ki hajnë të shtëpias me prek. Mësoju të ndërum xhamat, prania e haramit mos me të provokue. Prania e zhveshjes mos me të provokue. Pse zhveshën njerëzit, pse bëjnë harame njerëzit, ti 6 miliard njerëzi nuk ninojnë. O më në alhamdulillah ninojnë, Allah na mundsof ta njëjtë me ninu, ja rabbel alamin. Andaj të mësohemi që ti kalitim vetët tona, jo na më mor me ata. Ti mos u mirë me ujin ditën, ti miru me ti raportin e kre. Problemet e njerëzve çka i bën njerëz lejtja ata, ti mos e ban. A do është kjo mësimi dhe kalitja dhe ushtrimi që na bën Allahu subhanahu wa taala. Ti je musliman, s'ban me e bë. Dhe muslimanit të ndërum xhamat shumë ma keq i duket gjunaj. Që ka thoni Ibn Qayyim el-Jauziyyi rahimahullahu taala, pet këzbardh e zeza shpejt i shifët. A keni pa njerëz që kanë gjithë për gjunahe, ti thu për shembull, sot ti shkon filan kafën, nesër filan diskon, tjetër filan veni publik, çka thonë njerëzit? Po çati udhë, çasa udhë sa. Me pa njerëz në xhami thon, "Kit katuni ban mohabet." Çka kish bëu më filani? Ato i shojnë 100 tjerë çashtu, a më thon, "Leja aty." Apo leja të ndërum xhamat, merr kështu. Mi u thon, "Merr një dikant ti çështu tu thon." Apo kishte filani por rrejke, 50 vete kish por rrejke, po të fladit ke ketë. Apo, po thur rrejt, mundet me rrejt, apo. E tash, me thonë për shumë njani, e pash një hafëz edhe aj por rrejke, pak fillon me të siklatit, që ishbe hafëz, e pash një hoxh rrejke, ka të ke rrejna. Qa thuti? O ti ka dale, qatë filanin e partë, po të besoja ma. Hafëz i dhe hoxha, s'ma me që ka rrejt. Me një njani thonë, Muhammed e sam por rrejke. Qa thuti, ja, i be mirë ka këri. Sa ma nalë të autoriteti ma i rana lafi. E me të thonë dikush zoti por rejke. Hasha wa kella. Wa man asdaqu min Allahi qila. Allah që thotë kush fol ma sakt se Allah. Kush të kallëzën drejt ma drejt se Allah. Sepse Allahu xhela xhelaluhu është krijuesi i gjithësisë. Andaj të ndërum xhamat të mësohemi, ai i cili ka përvojë në agjërim, ai i cili është njeri i Islamit, ai i cili është përkatësuar në Islam, le të ketë kujdes se vepra e tij është shumë më e rëndë në mizanin e njerëzve sa vepra e të tjerëve. Kjo është ajo që duhet ta kemi parasysh të ndëruar xhamat. Le të kalitim vetët tona, ushtroje veten. Sikur që ushtron veten në trupin tan, në fizikën tane, ushtroje mirë, po unë jam musliman. Në të qeli 100 ka zëjnohis, asit nuk jashtë lëmbile. Në të dalin sa dush sullak, unë nuk i këshiri ato, pse? Se Allah ma ka ndalue. Zoti Madh ma ka ndalue. Ja ujë për para e kam gjatë ditën se pije. Së më provokon. A keni pas kejta të shkasninojnë, thot, që shëreni be pa ujë gjithë ditën? Ti thua, alhamdulillah. Knaqshmi. Cëli pineve nuk knaqshme të ndërum xhamat. Me këshirë me logjik, edhe me biologji, edhe me kimi. A du të me hang, a du të me hang. O du të me hang, se është pesë eksistenciale, është qenësore, është bazë jotja, ama me fe, me Allah, me ati si le ka kriju fizikën, që ka thot, rrit di më sa se kur gjo nuk gjenë. A ka dikun musliman që mas i ka ninu 30 dit me thanë, më këputën këto, shumë fe e ranë kjo. Jo, vallaj, bille Allahu Gjelalu e ka bërë piknatësijës Ramazanit 30 dit në fund me festu e pikzimit. Pikzimit në festojna. A e kena bajram mas Ramazanit? Na pse e bojnë bajram? Se e na knaq. Avo, na realisht që të me bojnë me prit kaj njerë si jam lov. Jo na keshmi se na gzue.
Andaj ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, për Bajram haram me hangër, me agjërua. Pse? Po gëzohu me këtë, janë të gëzu këtë po. Haram e kiti. Andaj për Bajram, vetëm më ditë që janë haram me agjëru, cilat janë ditët e Bajramit. Po Kurban Bajrami, edhe Fitr Bajrami, veç të ditë janë haram me agjërua. Që këtë janë halal me agjërua. Andaj kjo është ajo kalitë që na bën Allahu subhanahu wa taala. Edhe e fundit të ndërum xhamat, edhe pse kjo e fundit ka shumë për ta zgjat, po shkurtimisht vetëm sa për ta theksuar. Të ndërum xhamat, që kjo atmosfera që bëhet në Ramazan, Allah na e shtov dhe na e zgjat. Kjo mirësi e madhe e Ramazanit. Me çka u bë? Me çka u bë? Çka kena dhënë na parë për me bën çka këtë Ramazan? Sa i kena dhënë na? S'kena dhënë kur gjë. Thjesht e kena zbatuar urdhën e Allahut. E kena zbatu urdhën e Allahut dhe u bë Ramazan. Apo nëse siket shidet, edhe shihret, edhe mirësi, ne e bjen veç një vepër e Islamit. Ma në men këta të ndërum xhamat. Nëse veç agjërimi këtë shidet ja jep atmosferës, klimës, ngjyrës, shtëpiave, xhamiave, besimtarëve, madje edhe të tjerë të shijojnë këtë shidet, çfarë do ta kemi parasysh? Me praktikuar këtë Islamin. Domethënë veç me agjërim sa mirë bubajka. Me praktikuar këtë Islamin. Me kanë që këtë falmi 5 kohë namaz. Me kanë që këtë agjërojna. Me kanë që këtë zënginat japin zeqat. Me kanë që këtë i lajna haramët. E bojna xhennet në tokë. Që ta ka dash me thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, garantomni mu juve urdhat e Allahut, Allahu ju garanton juve çfarë? Hayatan tayyibatan. Allahu xhelle xhelal thot falenuhiyannahu. Nëse ti zbaton këtë Islamin, unë Allah thot ngjalli, ta t'jap jetë. Andaj, nëse doni me kuptu sekretin, se po bëhet shumë shidet, a e ki po me Bajram hub ki shidet. Hub kjo. Së në bajna, a mu një mledh jashtë rashtë Ramazanit njërës e qështu? Jo. A mu një shtikit për një herë në hangër buk? Jo. Se e ban kjo mirësia e zbatimit urdhrit. Vesh një urdhë dhe kena zbatue, copë shije gjenetin atunitë, ndërum gjëma. Po me zbatu këtë fejnë e Zotit. Allah na mësot me zbatu këtë fejnë e Zotit, ja Rabbal Alamin. Me lexu Kur'anin dhe me zbatu ata. Që Islami jonë mu pa në karakterin ton, sikur që e pyetën Aishën radhiyallahu anha, i than, oj nana besimtarëve, hajt kallzona për pejgamberin alayhi salatu wassalam. Shkurt, çish u ka dukaj, çka tha, hadithi që ka transmetuar Imam Muslimi, tha kana khuluquhul Qur'an. Ai morale ka pas Kur'anin. Apo, ai morale ka pas Kur'anin. Ka hafiz i cili e lexon dhe ka hafiz i cili jeton. Allah na mëson mi pas studiat ja Rabbal Alamin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe e ka lexue, edhe kur ka ardh ai pishkretine, e ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lidhje s'ka pas ai as me lexim, as me argumente, as me prova. Si e ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë çiki pejgamber kana. A ka mundsi neve njëri si të na shohë thonë çiki njëri mirë kana. A ka mundsi? Ka hini njëri. Te një dietar i madh, edhe kur libra s'ka pa, kit muri me libra, edhe u çudit. Edhe ka thonë, oho, libra janë këta. E ka menu se muri vizatu më. Ka po këtë asë një zbrastin pa libra. Edhe a i shka di qka me vetë. Ka thonë, oho, a i bje që ti je shumë njeri mirë? Që së të libra. Andaj të ndërru në gjemat. Kur neve në shetë dikush a gjërushëm, e në shetë duke falë namaz, e në shetë që kina bo haqë, e në shetë që jena tu përpjek me jetu Islamin, a qka të thonë, që kja njeri mirë? Që kja njeri mirë? Andaj, t'ja vërtetojmë vetës, po edhe njerëzve, po kryesorës Allahu subhanahu wa taala, se ne me të vërtet e kemi zbatu urdhin e Allahu xhelle xhelalu. Lutim Zotin e Madh xhelle xhelalu, që Allahu subhanahu wa taala këtë pjesë të agjërimit që e kaluam gati gjysmën e muajit, Allah ta ketë bëu kabull për neve ja Rabbal Alamin. E pjesën që na ka mbet, e na ka mbet edhe një pjesë e madhe dhe bukur e mirë, edhe ndoshta edhe më e rëndësishme e Ramazanit, Allahu ne lutim për shëndet, për mbarësi, për me në dhonë vullnet dhe takat, që ti mbushim ditët tona me agjërim, e natët tona me lutje, e natët tona me taravi. Andaj lusim Zotin e Madh xhelle xhelalu, pasi që të ndërum xhamat, ketë na kena ardhur rahat, me kera, me mirësi, të ngopt. Ajo e dini se shumë prej muslimanëve kanë zahmet, kanë siklet, sidomos të ditë Ramazanit. Lutuni që Allah i t'i nimoje, lutuni që Allahu t'i mbuloje me rahmetin e vet. E duar të zullumçarëve Allahu t'i shkatrojë ja Rabbal Alamin. E lutim Zotin e Madh xhelle xhelalu që Allahu subhanahu wa taala na ndriçon me dritën e tina, na jep nga nuri i tina. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.